Korça i ka rezervuar një pritje madhështore liderit të opozitës Sali Berisha, i cili prezantoi kandidatët për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ndryshe nga gjuha denigruese e Edi Ramës ndaj familjes, Sali Berisha apeloi për ruajtjen dhe forcimin e saj. Familja është tempulli i formimit, i edukimit, i moralit, i virtutit për çdo shqiptar, për çdo korçar. Korçar dhe korçar të lirë. Mos harroni kurrë se konservator do të thot tradicional, se tradicional do të thot besim tek familja, besim tek familja, besim tek familja. Në një nga zonat më bujqësore të vendit, Berisha deklaroi se prodhimi i vendas do të jetë në fokus të qeverisë së Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Do i pesfishojmë subvencionet për çdo bim, për çdo njësi prodhimi, për çdo kokë bakti të rritur. Do investojmë në vit 70 milion euro në kullime, vaditje dhe mbrojtje të tokës. Pensionet në fshat, as një pension ndën 200 euro. Linjat buta krediti për çdo fermer që dëshon të zgjeroj fermën e tij. Mbrojtja e plot e prodhimeve tuaja në sezon është zotimi im para jush. Berisha premtoi se me ardhjen e opozitës në pushtet pas 11 majit, qytetarët shqiptar do të jenë më të paguarit në rajon. Ne do u kthejmë parat ju. Ne do u kthejmë parat ju. Dhe u garantoj se vrapi ynë që fillon me 11 maj nuk ndalet gjersa ju të jeni qytetarët më të paguar të Ballkanit. Garantoj të gjithë rrogtarët me rrogë mbi minimale se vetëm me uljen në 10% të tatim fitimit rrogat e tyre rriten me një vendim 13%. Në fjalën e tij, Berisha denoncoi aferat korruptive të mazhorancës socialiste në këtë zonë. Po ky Nikoja juaj me atë termocentralin e Maliqit, kur vjen këtu në Korçë, Edi Rama ka turp nga Nikoja dhe nuk e merr afër. E merr vetëm kolonjë që thotë se kolonja bëri Korçën. Ja ku është rruga Korçë sek, 18 kilometrat e para janë ndërtuar me 800.000 euro kilometri. 17 kilometrat e dyta janë ndërtuar me 5 milion euro kilometri. Merrni rrugën Qaf-Ploç, Quks, rruga nga 74 milion euro që ishte e prokuruar me Çin Sandor, ka shkuar në 250 milion euro. Berisha ju bëri thirrje qytetarëve brenda dhe jashtë vendit që të ndëshkojnë me votë ke qeverisjen socialiste. Ja ka dalë ndonjëherë, po s'ja doli kur nga njeri i cili s'ka përfituar asgjë nga Partia Demokratike dhe ka mbështetur atë 32 vite. As një vot për ata të cilët i ftuam të jenë në koalicion me ne, në mënyrë që çdo vot shqiptare të vite për fitore në opozicë dhe kundër Edi Ramës. Dhe nuk gjetën forca të vinë. I bëj thirrje diasporës që po voton këto ditë, as një vot mos fotografoni. Qëndroni qytetar të lirë të këtij vendi. Votoni shpëtimin e Shqipërisë. Dhe ata që s'mundën me u regjistrua, të bëjnë gjithçka, të vërshojnë drejt Korçës dhe Shqipërisë me 11 maj, ditën e fitores.